رمضان إن الشوق فينا فاضح من ذا يلوم دموعنا بلقاك رمضان إن الدمع فينا غائر سبحان من بالمكرمات حباك. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. صدق الله العظيم. I gjithë falënderimi dhe latrimi takon Allahu të Veçanëruar, salate dhe selami kërkojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij, dhe gjithë atyre që e pasojnë dhe të pasojnë rrugën e Muhamedit alayhi salam në ditën e Kiametit. Të respektuar vëllezër dhe besimtarë, do të jemi bashkë një sonte kur do të themi disa fjalë në lidhje me pasojat nga mosvënia e zekatit. Siç e dimë, zekati është një prej kushteve të fesë islame, një prej obligimeve të fesë islame, ata të cilët Allahu xhaleshanuhu i ka obligu, sikurse zekatin dhe haxhin kërkohet që njeriu të ketë pasuri për me i krijë këto dy obligime të mëdha të fesë islame. Ata të cilët nuk kanë pasuri, Allahu dhul xhelal nuk i ngarkon me këtë obligim, për të cilën kemi ajete kuranore dhe hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mosvënia e zekatit është një prej gjunaheve të mëdha, është kidhrimi i Allahut xhaleshanuhu dhe dënim në botën tjetër. Ata të cilët tregohen kopras mirësit që i ka falë Allahu xhaleshanuhu, qofshin ato në pasuri, në pushtet, famë, dituri, mos mendojnë se po morin dhurata nga Allahu xhaleshanuhu e kjo gjithmonë do t'jetë në mirën e tyre. Allahu dhul xhelalu ka falë mirësi shumë njerëzve, duke u tregu bamirësi madh mbi ta, por ai njëkohësisht ka urdhëruar që shpenzojnë për këtyre të mirave që me qenë ndihmë të krijesave të tjera. Allahu xhaleshanuhu ka tregu dhe ka urdhëruar që ne të tregohemi bamirës vetëm me një pjesë mirësive që na i ka dhënë Allahu xhaleshanuhu, e cila mirësi asnjëherë nuk na i pakson pasurinë tonë. Allahu dhul xhelal në surën Fussilet ajeti 6 dhe 7 na drejtohet me këtë fjalë dhe thotë: وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. Njerë për mushrikët, njerë për idhujtarët, cilët nuk e japin zekatin dhe pikrish ata e mohojnë botën tjetër. Në përmjet këtij ajeti kuranor, Allahu dhul xhelal na e ban me dije që ne, cilët e mohojmë zekatin, cilët nuk e japim zekatin, ne jemi dhe bëhemi nga ata të cilët e mohojmë botën tjetër dhe him me një kategori me jo besimtar, him me një kategori me mushrikët, sepse nuk e dëgjojnë fjalën e krijuesit, nuk e dëgjojnë fjalën e Allahut xhaleshanuhu. Gjithashtu Allahu dhul xhelal vazhdon dhe thotë: والذين ينكزون الذهب والفضة
fiddate wala yunfikunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adhabin alim. Ata të cilët grumbullojnë arë edhe argjend, e nuk e shpenzojnë për hir të Allahut xhaleshanuhu, paralajmëroj ata se do të kenë dënim dhëmshëm. Komentatorët e Kur'anit familjar, kur e shpjegojnë këtë ajet kuranor, ata japin disa prej mendimeve të tyre, në mesin e tyre është edhe ky mendim se muslimanët kur e lexojnë këtë ajet kuranor, ata e rëndun vetveten e vet, ata u shqetësuan dhe nisën me vetë njëri tjetrin se si mund ne të ruajmë pasurinë, të grumbullojmë pasurinë, që urojmë pasurinë fëmijëve tonë, sikurse na sot që u lënë pasurinë fëmijëve tonë, dhe shpeshherë harrojmë na për me dhënë zakatin, për arsye se donë që mbledhni pasuri e vllazëve tonë, a harrojmë se ne mas mirë të janë që të edukojmë e vllazëve tonë. Prioriteti se cilët besimtarë dhe besimtarë është që ta edukojë e vllazën, jo t'i lajë pasuri e vllazën. E keni pa vëllezër të ndeshëm besimtarë se sa herë që lajnë pasuri e vllazëve tonë, ata e shkapërderën pasurinë tonë. Ata e shpërdorin pasurinë tonë. Ata lujnë me pasurinë tonë. Sepse nuk ja dim lerën, sepse ati i ka ardhur piqille, sepse ai se ka punuar pasuri, sepse ai se ka mbledhur pasuri. E një ka punë dhe në punë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe do t'jetë edhe sot, do t'jetë edhe në ditën e kiametit e njëjta gjë. Omeri radiallahu anhu njëherë shkoi dhe i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: Ja Rasulullah, shokët e to u shqetësuan shumë kur e dëgjuan këtë ajet kuranor dhe kemi ardhur me vetë ti, ja Rasulullah, çka po na thon. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i drejtu dhe i tha se Allahu xhaleshanuhu e bani farz zakatin vetëm për me pastru atë pjesë pasurisë i cila mbetet pas dhënies së tij. Allahu xhaleshanuhu vendosi rregulla të trashëgimisë pikërisht për ndarjen e pasurisë që do ta lini pas. Omeri radiallahu anhu e kuptoi mirë këtë punë dhe vikati tekbir, Allahu akbar. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e tha një fjalë: A dëshironi t'ju tregoj për diçka që është më e mirë se pasuria që njeriu e ruan dhe e grumbullon? Atëherë shokët i thanë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: Na tregoja Rasulullah. Është një grua e mirë që kur e sheh gëzon, kur e urmon bindet dhe kur mungon ta ruan derën tonë. Edhe pasuria e tillë duhet të jetë vëllezër të ngjashëm. Allahu Xhelal vazhdon në surën Tobe 34 dhe 35 thotë: Yawma yahma 'alayha fi nari jahannama fatakwa biha jibahukum wa wujuhuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanastum li anfusikum fadhuku ma kuntum tadhakkarun. Ka marrë dita kur thesarët që i keni mbledhur do të digjën zjarmin e xhehenemit dhe do të dëmbosët balli juve, krahët dhe shpina e tyre, edhe që thuhet kjo është ajo që i keni grumbulluar për veten tuaj, pra shijojeni ata që i keni grumbulluar. Këto fjalë do ju thuhen në formë poshtrimi, në formë nënshtrimi, dhe gjithë ata të cilët i ruajnë pasurinë e tyre, e mbledhin pasurinë e tyre, s'dinë me dhënë zakat nga pasuria e tyre, s'dinë me dhënë sadaka nga pasuria e tyre. Dhe këtë do ta kenë si ndëshkim pikërisht që e fshehin pasurinë e tyre, nga e cila mundojshin të fitojnë pa hesab. Për këtë arsye, është thonë se kush e do fort diçka,
dhe i jep përparësi asaj mbi dashurin për Allahun xhaleshanuhu dhe bindjen ndaj Allahut xhaleshanuhu, ka me vujt dhe ka me udhënu për shkak të saj. Kështu ndodh edhe me ata të cilët e mbledhin pasurinë e tyre. Ata do ta mbledhin pasurinë e fshet, do ta mshehin pasurinë e fshet, mirë po një ditë ajo pasuri do të dale para madhrisë Allahut xhaleshanuhu. Të gjithë ne jemi dëshmitarë sot. Një pjesë bukur e madhe nuk i kemi mesin tonë prindërit e tonë. Ai kujtohet dikujt prej neve, çoje diçka sadaka t'jape për prindin e vet. Shumë pak mos ton vjeç. Çështu ka menduar edhe me neve. Çështu edhe neve nuk na japin e vlakët tonë, se të s'kemi mirë. Vëllezër të dashur besimtarë, mirë, te vlakët tonë t'japin, sepse zekati vëllezër të dashur besimtarë nuk është punë hajgare. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha qulubahum. Merja u pasurinë atyre të cilët e kanë dhe u jepni atyre të cilët nuk kanë. Nga mesi i muslimanëve merret sot Zoti xhaleshanuhu. Sikurse të kemi shtet islam, kjo punë rregullohet më një herë. Ata kitë bomi musliman. Ata ne po kërkush një se nuk e shqirë vëllezër të ndashëm besimtarë, sepse i tut me ligjit. Sikurse në këtë botë që i tut me ligjit, edhe në ligjit Zotit xhaleshanuhu, sikur të ketë sheria, sikurse të ketë shtet islam, më në rregull do të ishin ne. Ama kështu, njëri e 1% të vogël, çfarë sa me fond e lash. Një tjetër si shkon me një hiç. Një tjetër ka dhe pjatimve që e japin, isha dhe sot dhe xhaleshanuhu i shtonë të, e japin qash sa meriton me edhon edhe sa do të me edhon dhe se të ndashën besimtarë. Në përmet në pasurisë, në përmet zekatit, ti mbron pasurinë tonë. Mos me ndo se ti çkatrohet pasuria, mos me ndo se ti t'haxhohet pasuria. Për këtë pasuri, kemi me pas llogari para Zotit Zogjelalu. Imam Muslimi e sjell një hadith nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një rast ka thënë: por çdo njeri që nuk e ka dhënë zekatin e pasurisë së vet, ditën e Kiametit, ajo ka për të shundruar pllaka të zjarta, me të cilët do të damkosen anët, balli dhe shpinën e tij. Kjo do të ndodhë një ditë, e cila ditë do të zgjashe 50.000 vjetë, derisa të vendosen dhe gjikohen mes njerëzve. Atëherë do të vendoset për vendin e tij njeriu, ose do të shkojë në xhenet, ose do të shkojë në xhenet. 50 vjetë një ditë domethënë, veç një ditë ka më thonë. Mirë ai i cili ka të bukur pasurinë, mirë ai i cili s'ja ka dhënë zekatin pasurisë, mirë ai i cili nuk ka shpërndasë dhe ka nga pasuria e tij, ditën e gjykimit, një ditë ka më thonë sa 50.000 vjetë. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: ai i cili le pas vetës pasurinë në shemë, i thënë kenës, ai do të shndrohet në ditën e Kiametit me një gjarë për të madh, me 2 bulla të zeza në kokë, të cilët kanë me ndjek pas. Ki do të thojë: çka jete? Kush jeti që po më përcjell mua? Ai do t'i drejtohet dhe do t'i thojë: unë jam pasuria jote që i ki lanë pas. S'ki pas vakt me harxhute. Ja ki lonë e vladit tanë, ja ki lonë fëmijës tanë, e ka këtë shpërdore vladi jotë, e ka këtë shpërdore në fëmija jotë. Pastaj pasuria do të vazhdoj të ndjekë derisa ta mbërthej dorën dhe ta kafshoj me forcë. Kështu do bëje me gjithë trupin e atij i cili ka pas pasuri e nuk ja ka dhënë zekatin e tij. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: çdo njeri që ka degë, pejgamberi alayhis salam
i ka morë shembuj derën se që kanë qenë praktik derën. Ose ka pas lobë dikush për juve, ose ka pas vend dikush për juve. Edhe nuk ja u jep zekatin e tyre, ditën e kiametit, ditën e gjykimit. Ka me tërgjeq për ftyre, minë rasht fort, ku kanë me vra me britë të tyre, kanë me shkil me thundrat të tyre, sa kalon fundi, ata nisin pisete. Kështu do të vazhdojë kjo gjendje derisa të gjikohen njerëzit në ditën e cila zgjat 50.000 vjet. Pastaj shkohet rruga e tij ose në xhenet ose në xhenem. Çdo njeri që ka grumbullu pasuri dhe nuk e jep zakatin e tij në ditën e gjykimit, pasuria e tij do të shndrohet sikurse një gjarë për i madh. Këtë hadith e transmeton Imam Muslimi. Këto hadithi që i përmendi vëllezër të ndershëm besimtarë. Këto hadithi janë mini herë mas Kur'anit famuljar. Kur e përmendi Kur'anin famuljar, asnjë shkronjë këtij Kur'anit nuk ka ndruar. Edhe s'ka më ndruar deri ditën e kiametit. Kur i përmendi hadithet Imam Muslimit, Imam Buhariut, Tirmidhiu, mini herë janë mas Kur'anit. Më thëmë, mos t'i kuj punë hajgara, se haditha. Aqë se fjallë pejgamberi ta. Jo, bazë dhe shiriatit islam është fjallë e pejgamberit, sallallahu alaihi ve sellem, dhe ta morë me shumë serios këtë punë dhe zëtë ndërshëm. Thashtu dhe zëtë ndërshëm besimtarë. Do t'jemi nga ata të cilët këtë obligim do t'a krimë se cili prej nesh. Pasi që e përmenda dhe me edhe, pasi që s'ka shtetë islam, ka me të ndërgjigjën tonë, se cili di ne, se ku, qish, tek, rrim, në lidhje me zekatët tonë. Se cili e di, për e na vitit duhet ta kemi një pasuni, e cila quhet një sa, nëse të reja e pasuni, dhe ti duhet ta jep zekatën, ki e përgjithësi para Zotit, edhe mos e dash, përse ne ki e përgjithësi para Zotit Xheleshanë. Andaj, kujdes vëllezër të ndershëm besimtarë, kjo obligim është prej obligimeve që e kërkon Allahu Xheleshanë, është një prej 5 kushteve të fesë islame, siç ka thënë pejgamberi alayhis salam, buni al-islamu ala khamsin wa atu zakat. Shtyllat e fesë islame janë besë, mesin e tyre është edhe dhënia e zakatit. Gjithashtu edhe gjinia femnore, cilët marrin altan, dikush i ka shku e ka thonë, po e di nuk e ka ndorë atë fetfarë. Njëherë si ti për që dhusës puna, jo, për çdo vjetë do t'i për zekati, jo është njëherë. Për çdo vjetë do t'i për zekati edhe i altanve, jo vetëm njëherë. Për çdo vjetë do t'i për zekati, e pastron zekatin, e pastron pasurinë tonë. Andaj bashkarisht e lusim Allahun Xheleshanë që t'jemi nga ata të cilët e kryejnë këtë obligim ndaj Allahut Xheleshanë. Të gjithë ju që keni pa qartë, sepse zekati nuk është një obligim që e japim për ditë, sikurse namazin që e falemi për ditë. Gjithë ju që keni diçka pa qartë, lirisht drejtoni, lirisht kërkoni mendime, lirisht kërkoni fetva. Jam i gatshëm ditë e natë sqaroj ata çka e di. Ata çka se di, e mësoj se done, për çdo ditë mësoj diçka, 3 nga dini i Allahu Xheleshanë na marsof, elhamdulillahi rabbil alamin. رمضان إن الشوق فينا فاضح من ذا يلوم دموعنا بلقاك رمضان إن الدمع فينا غائر سبحان من بالمكرمات حباك